Opozita ka politike më. Po mi tani opozita thotë shpëton demokracinë. Opozita e tha shumë mirë. Opozitën po e bën spaku. Ne kemi përballë një opozitë e cila kërkon marrjen e qeverisë shkripës SPAK, edhe quhen organizatë kriminale. Po pse kështu duhet ndodhi? Tani fal SPAK-ut dhe marrin po pse kështu duhet ndodhi? Ne fal SPAK-ut marrin vesh që është synuar siguria kombëtare. Po kjo pra është SPAK-ut duhet na thotë këtë ne. Të merremi sistemi me sistemi. Nuk e dinte këtë shërbim informativ shtetëror qeveria si. Po të merremi sistemi të mbyll me kaq. Këtë që bëri Rama, që bëri Partia Socialiste, që se bëri të legislaturat e kaluara me deputet të kriminuar, me deputet gangster, me deputet që ishe me krim, që qenë për lista, nuk e ka në 2025 të gjë. Se s'kemi shumë, të lutem. Nuk e ka pra, po më gjomër një minutë. Zotë Andoni. Më gjomë me kujdes. Sot, në 2025, lista e Partisë Socialiste është shumë herë më e mirë se 3 legislaturat e kaluara. Lista e Partisë Socialiste. Po absolutisht po. E deputetëve pra. Sepse më përpara kishte të fortë, kishte njerëz që kishin me tani janë të panjohur, por që do një rrugës. Po më pasë pra, është rinovuar lista. Ndërsa ke Partia Demokratike nuk është rinovuar lista që ti kërkove pra. Këto janë problemet, do pat çështje sistemi që funksionon. Ndaj diçka me zotin Kiga, është vërtet që nga ana metodologjike Partia Socialiste është rritur, është moderne. Po ka një problem të madh dhe këtu do të ndaj me zotin Kiga. Është gjithmonë gjuhë e statistikave që ju penalizon shumë. Dhe për shumë ju e dini referimin e Instatit që është marrë nga Eurostati. Shqipëria, ndryshe nga vendet e Ballkanit, ka një nivel varfërie në një metodik të tyre që shkon 42.1 në rrezik varfërie. Dhe kjo ka qenë stimulimi që ne kemi bërë edhe për rritjen e pagës minimale, edhe për rritjen e pagës të administratës publike, që ta luftojmë këtë gjë. Më vjen shumë mirë, po kjo është pjesa e të ardhmes që ju do e bëni këtë, kurse faktikisht fotografimi i situatës është ky. Prandaj ju thash pak më parë që një parti e majt duhet na afronte të paktën me Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut, që në mendimin tim nuk duhet na linte pas Maqedonia e Veriut me ato probleme që ka. Është 32.4 Maqedonia e Veriut në rrezik varfërie, 32.1 Malisi. Ndërsa ndaj diçka me ju, zoti Sula, nuk është e vërtet që Partia Socialiste në parlament ka sjell njerëz që përballin sot atë nivel që kërkon integrimi i Shqipërisë. Në diskutimet, u mora nga pikpamja nominalisht e figurave të cilët janë ndryshe nga legislaturat e kaluara. Pse mos ishin njerëz si zoti Kika aty ose të tjerë? Sepse diskutimi i shumë njerëzve, më fal që po e them, jo vetëm Partisë Socialiste, por edhe Partisë Demokratike që nuk e fal, është që në këtë moment Shqipëria të tregoj nivel sepse duhet përshtatësi ligjet për akuisin europian. Ne kemi parë gjithë çfarë niveli janë ata. Dhe më shumë koha kalon me sharnaja se sa për të punë më shumë se sa janë, po më fal, ligjet të lutem, debati politik janë deputetët. Stafet aty është gjithë vlera e stafeve që punojnë. Zoti Sula, e di këtë, por ligjet bëhen në parlament. Dhe debati politik bëjnë ato. Në analet e kuvendit, si që kanë ngele ato fjalimet shumë të bukura të viteve 20-30, do ngelin edhe këto mëndzyrat tona të kësaj kohë. Ky është problemi ma. Dhe në këtë moment që po flasim për them diçka, Shqipëria është momenti për njerëz shumë idealist, që ka njerëz që duan të ndryshojnë këtë vend, të dyja partitë që kanë monopolin, duhet me ndonë për... E keqa këti vendi, gjithë që tu ti qëndrojnë, e keqa këti vendi vjen nga 2 elementë. Unë krasoj parlamentin e... Më falë, të lutem. Vjen nga korupcioni dhe nga krimi organizuar. Unë krasoj parlamentin e... Nëse qeverisja do luftoj me të gjithë forcën, me vullnetin e fort politik, si që ndodhe, ti di fort mirë, jo si mirë Italisë. Nuk ndodhë, pëse së ndodhë, kjo është problemi, pëse së ndodhë. Pa vrarë Falcone, Indjej Falcone, pale Borsolino, shteti nuk ishte politika nuk ishte bërë bashkërisht që luftonte ndaj mafjes. Në momentin që luftoi dhe u bë përballë shteti ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit, ka rezultate konkrete. Tani ju sa ja politika të bëhet në lidhje me atë që tha zoti Andoni, vetëm një. Se nuk kam kohë dua të bëj një pyetje. Unë duke qenë se jam edhe pjesë e parlamentit të Tiranës, për parlamentin më të rëndësishëm të vendit pas kuvendit.
Ajo që mua më vjen, domethënë e kam edhe si lloj, jo si neverie, po më duket është si tallje. Për shembull, opozita ka gjithë momentin edhe gjithë luksin që edhe në momentin që jepet buxhetit, pra që miratohet një buxhet, të japi argumenta, të bëj amendamente, dhe të japi propozime, absolutisht i kthym kurrizin parlamentit. Dhe për shembull, edhe kur shikojnë që në parlamentin e Tiranës kam për shembull profesionistin Dorian Teliti që ka bën mbi 40 amendamente, kurse këtu kemi 54 deputet e opozitit që nuk din të flasin një herë për buxhetin. Po kush i lën? Po çdo buxhet, çdo deputet. Prandaj nisën foltoret në sheshtë nuk na lan tani. Tani kam, të lutem se kam një pyetje se jam në fund e kam, dua të shtroj një